Përgjatë kësaj jave, qyteti i Vlorës është prekur nga reshje shiu me intensitet mesatar deri në të lartë, duke të ofruar një pamje teje të zymt, një pamje nga ato të cilat Vlora dhe vlonjatët nuk janë mësuar të shohin shpesh në një qytet ku mbizotron klima e mirë, mbizotron dielli dhe ku qyteti i kanë hije shi qytetarët që gëzojnë dhe lahen në det në çdo stinë, ata që peshkojnë apo e shfrytëzojnë Bregdetin për aktivitete fizike, ashtu si çdo ditë e kësaj jave, edhe fundjava ishte me zymtësisë. Kjo e diel në Vlorë nuk të përafron as pak me imazhin e një dite fundjave, ditë relaksi për vlonjatët. Trotuarët, rrugët e qytetit këtë të diel kanë patur pak lëvizje, jo si zakonisht ku shëtitoria Lungomare apo bulevardi Vlorës të imbushet nga qytetarët të cilët dilnin për shëtitje, për rrezet dielli apo aktivitet fizik, plazhet sigurisht të boshatisura, ku si rrjedhoje kushteve të përkeqësuara atmosferike, mungojnë ata të cilët i frekuentojnë më tepër. Rreshjet e shiut me intensitet të ditëve të fundit, me sa duket kanë trembur vlonjatët të dalin qoftë edhe për shëtitje. Madje edhe baret apo restorantet e qytetit të Vlorës, përgjatë kësaj të diele, ndryshe nga të mëparshmet, kanë qenë totalisht të boshatisura, kanë munguar prenotimet edhe sipas informacioneve nga pushuesit, kryesisht vendas edhe në njësitë hoteliere. Rrugët e qytetit kanë qenë më të qeta për shkak se numri i pushuesve vendas, por dhe atyre të huaj që zgjodhin Vlorën apo janë ende në Vlorë është thuajse zero, duke bërë që edhe qarkullimet e tyre me automjet të jenë minimale. Për pasojë, në rrugët e qytetit mund të qarkullojë lirisht, ku përgjatë dielës në thuajse asnjë segment rrugor nuk konstatohej qarkullim i rënduar apo trafik automjetesh. Ndërkohë, pritshmëritë edhe për javën që vjen nuk janë as pak pozitive, edhe java e fundit e nëntorit pritet që të jetë mes rreshjeve të shiut me intensitet mesatar deri në të lartë, por edhe temperaturave të ulta.